Fluksi emigrantësh në hyrje dhe dalje në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës edhe në kushte kur pala shqiptare punon me 5 sportele në hyrje dhe me 2 në dalje. Madje, ata që kanë zgjedhur autobusët për të udhëtuar drejt vendit fqinj, kanë qenë të detyruar të presin për orë të tëra në këtë pikë të kalimit kufitar, edhe për atë se shumë prej atyre që kërkojnë të kalojnë festën e Pashkëve pra njerëzve të tyre në Greqi. Megjithatë, për të lehtësuar hyrjen e emigrantëve drejt vendit tonë në momente të ndryshme fluksit të madh, autoritetet tona të kufirit lën vetëm një sportel në dalje dhe vënë në punë 6 sportele në hyrje nga ana tjetër e kufirit, por përsëri ka radhë në këtë pikë kufitare. Radhë të cilat në vijim pritet të jenë edhe më të gjata, pasi bëjnë me di autoritetet tona kufitare fluksi do të jetë edhe më i madh. Në 24 orët e fundit kanë hyrë dhe dalë nga Kapshtica më tepër se 6200 shtetas shqiptar. Po këtu në dogan toni me vënua. Po pse? Po pse, ku di unë arsye, kemi 4 orë që rrim këtu. 4 autobusa përpara. Dhe herë që vim na bjeri bileta më lirë, nuk marrim makinat tona, rrim këtu kemi 4 orë. Ka njerëz të s'dina të vën. Ja, kjo nana këtu kërkon edhe banjo, s'dina të vën. Ka 4 orë është 10% shkëta. Ne kemi shumë, kemi këtë, ama një orë gjysmë di po, se ishte dëmdje madhe prandaj, nuk ka faj shoferi. Teknikë shkon e para punës një ka këtu biletat e autobusit 10 euro. Nga Elbasani, Vajjarë. 10 euro, më tepër. Një. E dyta, këtu kemi gjetur 6 autobus, kemi 2 orë e gjysmë fiks e presim. Po punohet apo jo? Po punohet, po ka një shumë. Pike e parë nuk shkon këtu sepse duhet të shtohen gabinet që kontrollor të jenë më të shpesh dhe më efektiv në punë. Ose të policia që është në kontroll të kësaj pune, sa të vinë autobusat, të dalin dhe të kontrollojnë bilet, të marrin pasaportat, të marrin çau takon për të marrë.